Durimi është ura që lidh sprovat me shpërblimet. Nuk është një rrugë e lehtë, është plot gur, lot e net të gjata, por kur qëndron në atë urë, mbërrin në paqe, dhe kur e kalon, kupton se çdo hap që të dhinte ishte në fakt një dhuratë që të ngrinte më lart në gradët e besimit tënd.